Të stota, ko kryetor kuvendi, s'ko kryetor kuvendi. Po bllokon opozita, po bllokon opozita. Po bllokojnë këta, po bllokojnë. Erdhëm zgjedhje, e fitoi diskursin, edhe populli i tha vazhdo. I dha mbështetje edhe më shumë. Mas zgjedhjeve, çka bëni? Çka bënëm na? Na ofruam bashkëpunim, i kalum gjitha, interesi i vendit, e ndërtojmë, e hopëm një kapitull 3 bashkëpunojmë. Prapë mendësia një. Ko president, s'ko president. Jo, ko emra, nuk ko emra. Çfarë do bie i sillin qytetorit Republikës të Kosovës gjitha këtu? Çfarë do bie ko qytetorit Republikës të Kosovës, a ko president, a s'ko president? A ko kryetor kuvendi, a s'ko kryetor kuvendi? Ju më kjo është tërësisht e padobishme. Ai kena gjetë 30 fishek e 5 ormë në një shtëpi, në Serbia, se kena gjetë. Çfarë do bie kanë këtu? Do bi ko. Pse so hjek të vëshia për çmimit të Bukës që ka thonë kam eliminu, kur u konë opozit. Edhe me çmimi i Bukës. Pse so eliminu të vëshia për çmimit të millit, për çmimit të ujit? Pse nuk o eliminu të vëshia për çmimit të energjisë elektrikës? Çmimi i naftës, sorsët, €1.90. €1.22 kur është bërë çmimi i naftës në Kosovë, 2019 për herë të parë, do i kemi tranu Kosovën edhe me sulmu qeverin €1.22 që është e mundshme. Folke për çmimin, për harxhimin e naftës gjipave të zi, qeverisë të asoj kohe, e vajtejke për bojqit me traktora. E shka po bë ky? Bujkon pe shkatra tërsisht, e gjipat veç për rrit. Edhe për cilin e tina, veç për rrit edhe nuk pënolet heq, e pohen me komplet infrastrukturën shtetënore, gjithandaj Kosovës, po bën propagandë me këtë ushtrinë e Facebookut mropa që e ko, ndaj secillet personalitet duke më përfshirë dhe mu që jam këtë me ty, linqim, sulm, propagandë, të vazhdueshme pa asnjë përgjigje morale ndaj dikujt. Përgjipa ka gjetë arsyetimin, tha që është pjesë e sigurisë, më thonë, ta kërkon policia, kështu që s'mundesh me Jo, unë menej që duhet me vepru qysh rekomandohet për institucioneve. Nuk menej që duhet me vepru ndryshe. Po nëse kë ka bo politika, ka thonë gjikta me gjipat zi, gjoma të rësuar, ku ata shumë shtetore se shë ata, po më shefen për populli, ky ka bo dë gjipa dhe ma të zi, edhe me gjoma dhe ma shumë, edhe i ka rrit halo ma shumë, e s'ponolet heq. Pro, a ke pos drejt atëra tash? A je konë atëheri vërtitja i që tash? Kur je konë? Vëmendjen për e prodhen një stot, ku po e kryen një farë diskursi, edhe qytetori është bujor, është i sinqert, qytetori jonë, na e kena diasporën shumë të mirë, ata njerëz, i bindun jam se cëllë qytetori Kosovës, që është diasporë, prej ditës të porë, kur u nisë me shku në diasporë, u nisë se rezultat i ambicjes ti, edhe stotës ti, personale, familjore, me shku, me punu, edhe me mbështet familjen e vetë, me mbështet vendin e vetë, me mbështet Kosovën. Pro ata e dojnë Kosovën. Ata na dojnë. Ata e njerëz të mirë, ata e njerëz punëtori. Ata si rezultat që janë njerëz të mirë e punëtore bujore. Kjo propaganda rrjeteve sociale po e ka efektin më të madh. Po duhet me komuniku me ta që shim të e bo edhe na, gjithë, edhe si subjekt politik, edhe si përgjec, në kuptim të asoj që me reflektu, edhe me po realitetin, me po shmimin e faturës. Nëse ku pagu rrymen 50 euro, vitin e kalun, ta shim të pagu ka 120 euro. Me fitu këtë betej, pra përbo zotit Kurt, përbo kësaj makinerie, që ju disa herë ju referu si ushtri e rrjeteve sociale, edhe mbi gjitha me qka? Pra, cila platforma, cila është qëllimi, edhe mbi gjitha qysh? Mundi me e mujt vetë vendosin me 7 qëshorë? Qëllimi është me e këthy në realitet, në gjarjen, edhe rrethonën. Pra me u këthy në realitet, me i po, me i tematizu, me i alarmu sfidat e kohës. Sfida janë rritja vazhdueshme e çmimeve, kosto e lartë e jetesës, mungesa e pagës për me i realizu obligimet mujore. Pro me alarmu edhe me i tematizu sfidat, në anën tjetër me u përgjigj çysh kena me u qosë. Pro duhet me u rrit pagat 50%, duhet me vazhdu me pos investime kapitale në Kosovë, edhe në infrastrukturë, edhe në stadione, edhe në shëndetësi, edhe në qerdhe, edhe në shkolla. Këto shkolla që janë ndërtuar në periudhën kur ne kem qeverisë,
Ato si janë të mirëmbajt. Pra dohet me u mirëmbajt fillimisht, mandej me prodhu edhe të reja, me u kriju klim përshtatshme, klim që i bashkon njerëzit, klim që i afron njerëzit, klim ku qytetarët e Kosovës, aktert, bizneset e vogla, bizneset e mesme, bizneset e mëdha trajtohen me respekt, sepse janë ata që mojnë gjallë ekonominë e vendit tonë. Dhe qeveria është akter që i ka partner e jo akter që ushtron pushtet autoritar, i linçon, i sulmon edhe i selekton bazë të bindjeve apo profilit që shka ndodhë përmes deklarata publike, po unë jam komunikim edhe me shumë biznes në Kosovë dhe tregojnë që në mënyrë tendencioze ju kanë bë dome, ju kanë bë kontrolla, për shkak që kanë pas mendime e bindje politike të ndryshme. Pra, është profili i Bedri Hamzës që me u kthy te fjalia por thash qysh e ka bashkuar është vështirë Arjan, pra ju keni personalisht, pra ju keni qenë me një garë, po kjo garë ka ndodhur si më thon sa muj, 6 muj përpara, 5-6 muj më herët. Pra, a është e vështirë për shkak se edhe garat e shpeshta, po duket si më thon sfilitëse për njerëzit që garojnë, për kandidatët. Pra ju ndoshta i njëri, i keni entuziazmin, është hera e dytë që garoni, si më thon në zgjedhje parlamentare, po duket pak sfilitëse, e lodhshme. Unë menoj, Leo, që kjo është ma shumë se gore. Kjo është një betejë që duhet bashkarisht ta bojna për Kosovën. Pra na jena këtu për vendin tonë, nuk jena në kuptim të gorës personale, po ne angazhemi gjithë neve që vendin tonë, Kosovën ta kthejna në stabilitet, ta kthejna në normalitet, ta kthejna në zhvillim, ta kthejna në fazën e perspektives, në fazën e integrimit në Bashkimin Evropian, në fazën e integrimit NATO, janë domosdoshmëri të kohës, pra është më shumë se sa një garë zgjedhore, është një kauz që lidhet me interesin dhe perspektiven e vendit tonë, e është mision edhe jemi, edhe gjithë neve, edhe shpirtënor, edhe është entuziazmi i plot që ta realizojna misionin, sepse vendi jonë ka nevojë më shumë se kur, sot për neve të gjithëve, jo veç për neve që jena në politikë, por për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, që të organizohen, të shohin gjërat sakt, të shohin pa emocione, të analizojnë sakt, edhe të ballafaqohen me argumente dhe kundërargumente. Cila ka qenë rruga e tij, çka ka thonë, çka ka bëu kur orën për shtet. Astrid Dehori, i bindën jam Leo që tu ka dhimbë shumë. Kënë di dhimbje shumë, ku më ndihur. I bindën jam që ka ndi dhimbje për rastin e Astrid Dehorit së cili qytetar i Republikës së Kosovës. Po që vdes mbrana institucioneve të Kosovës, është konstatu që ka bo vetvrasje për organeve, për institucioneve. Ky ka bo kauz, e ka thonë vazhdimsi, e ka bo protesta që e kanë mbyt. Gjithë kemë ndi dhimbje. Një javë det nuk u dosh me najtë ka rri kryeministrit pa zbulu rastin e Astrid Dehorit. Leqi nuk e ka zbulu. As tem nuk e ka. Veç kur i vyn në stota politike për me marrë vëmendjen, tem nuk e ka. Unë po flosëm për këtë kryeministër që shkel mbi gjithçka. Leqi nuk e ka zbuluar rastin e Astrid Dehorit. Edhe nuk u mbyll rasti i Astrid Dehorit. Po provat janë djeg. Edhe provat i kanë djeg. Periudhën e qeverisë të janë djeg provat, që s'ka më mujt kur më zbulu. Edhe sigurisht që është një emocion në kuptim të dhimbjes i gjithë shoqënisë. Po është pikërisht ky ai që ka bërë shumë politik me atë rast, edhe kur orën për shtet s'ka bërë kurrë. Po flosëm për këtë profil. S'pe marr si shembull që me i bëu ftesë të cilët qytetarët e Kosovës, sidomos atyre që kanë votuar, edhe atyre që kanë vrapuar mas tij.